Trupi i pajetit 33 vjeçar Silvana Beqiri e ekzekutuar 3 muaj më parë në Francë, ende nuk është kthyer në Shqipëri për t'u prehur pranë të afërmve në ndërmenës të Fierit. Babai i saj Mehmet Beqiri pak kohë më parë u nis drejt Francës për të tërhequr trupin e së bijës, por autoritetet ligjzbatuese në Francë me pretendimin se hetimet për vdekjen e saj janë të hapura, refuzuan t'ia jepnin trupin. Beqiri nuk gjeti zgjidhje as në dyert e ambasadës shqiptare në Francë, e pamundësia ekonomike për të qëndruar atje bëri që ai të kthehej në atë dhe pa pritur mbylljen e hetimeve që janë në vijimsi. Nëpërmjet televizionit një report, Mehmet Beqiri i bën apel instancave shtetërore ta ndihmojnë për kthimin e trupit të së bijës për t'u varrosur në atë. Shkova atje, siç më thanë, ose më gënjyen më mirë, edhe më thanë hajde merre trupin edhe shkova për ta marrë edhe nuk e mora dot. Më bën analizat, ato bën ato, edhe thanë motivi, një herë më thanë do t'i bëjmë autopsinë, na afirmos për autopsinë. Ja bën autopsinë, pas 3 ditëve më thanë që nuk jepet trupi derisa të dalin analizat. Ika edhe në Shqipëri, prit për të dalë analizat, sot e 3 muaj, as analiza, as gjë përgjigje s'më kthye, as gjë. Marr ambasadën, marr konsullatën, shkoj në për prokurori, në për gjykata, nuk më jep asnjë rrugë zgjidhje. Silvana Beqiri, nënë e 2 fëmijëve, u gjet e ekzekutuar me armëzjarri shtatorin e këtij viti në Francë. Për vrasjen e saj ende nuk ka asnjë të ndaluar.